Personit Selvidon Zhubaj, sipas të dhënave të SIPK, i është konfiskuar patent shoferi. Kërkoj nga ana juaj të marrë një përgjigje nëse ky dokument, i cili i është prezantuar zyrtarëve policor, është valid dhe i rregullt nga stacioni policor në Deçan. Por në përgjigjen e stacionit policor në Deçan, përhetuesi në Pej thuhet se janë njoftuar që patent shoferi Zhubajt nuk ka qenë i konfiskuar. Madje, komandanti i stacionit policor në Deçan gjatë asaj kohe, Faekja Murataj, përmes të cilit kaloi për verifikim raporti për humbje të dokumenteve, ka thënë se Zhubajt nuk i është konfiskuar asnjëherë patent shoferi. Mendoj se para disa ditëve veç është sqaruar rasti i këtij personi, të cilit asnjëherë nuk ju është konfiskuar patent shoferi. Bazuar në komunikimet e tjera, thuhet se lëshimi i këtij raporti në Deçan është bërë pasi që janë kontaktuar dhe stacioni policor në Pej. Për shkak të sigurisë, kemi kërkuar të bëhet verifikim edhe nga një siti i trafikut të Pejës në zyrën e SIPK-ut. Kemi kontaktuar përmes telefonit zyrtarin e stafit civil V.Sh, i cili ka bërë verifikimin e dokumentit, patent shoferit me numër DL. Pas verifikimit, jemi njoftuar se patent shoferi nuk është i konfiskuar. Sipas zyrtarit të SIPK-ut të Pejës, personi i lartcekur asnjëherë nuk e kishte dorëzuar patent shoferin në polici. Pas verifikimit të dy stacioneve, personit të lartcekur ju ka lëshuar vërtetimi për humbje të dokumenteve. Zyrtari i SIPK-ut, Visar Shatri, fillimisht thotë se nuk e mban mend nëse është telefonuar nga stacioni i policisë në Deçan. Po ajo ka thonë që kemi dashur një verifikim më të saktë edhe mandej që ju ka telefonu juve, mandej thotë që ju ka telefonu juve për me verifiku edhe thotë që jo i keni tregu që nuk ka pas mos mbrojtëse ose edhe të konfiskuar patent shoferin. Unë i kom tregu, se s'kam mujtë me shkruan sistemin e vet që i hapet njëjtë si musja soi. Pa çfarë pallavra kjo s'ka të bëj kur hiç absolut. Njëjtë e hapa jo e verifikon, pa më pyet mua hiç fare. Po, ju po thoni që realisht edhe keni pas komunikim në disa raste. Kontaktet përditshme t'ja po kupton. Po nuk e di unë për çka më pyetje, na kem kontakte, por sa i përket kësaj se po më kujtohet, po them. As më ka pyet kush vjen për atë punë. Në anën tjetër, në cilësinë të dyshuarit për deklarim të rrem me 26 korrik 2025 është intervistuar Selvidon Zhubaj. Sipas deklarimit të tij, patent shoferi i ka humbur 5 vjet më parë dhe që atëherë thotë se gjobat i ka marrë nga policia vetëm përmes verifikimit në sistem dhe se asnjëherë se ka prezantuar dokumentin. Mua realisht më ka humbur patent shoferi para 5 vjetësh, por për shkak se kam pasur të konfiskuar nga policia, nuk kam tentuar ta nxjerr patentën sepse ka qenë i konfiskuar. Ndërsa para rreth 6 deri në 7 muajsh kam shkuar në stacionin policor të trafikut të Pejës për të shikuar kundërvajtjet dhe për shkak të një ligji të ri më kanë informuar që nëse nuk gjobite më, në muajin qershor do të më përfundoj masa mbrojtëse dhe në muajin qershor kam shkuar që ta marr patentin dhe për shkak se nuk ka figuruar askund patent shoferi im, më ka thënë shkon nxjerrë të ri. Tutje Zhubaj thotë se fillimisht patent shoferin ka dashur ta paraqesë të humbur në stacionin policor në Pej, por meqense se sipas tij ka humbur në Deçan, është udhëzuar për atë. Sipas tij, edhe në Deçan është krijuar një situatë siç tha në deklaratin e tij e pakëndshme, pasi nuk dinin si të vepronin, por që në fund zyrtarët policor kanë konstatuar që gjithçka ka qenë në rregull dhe kanë lëshuar raportin për humbje të dokumenteve.